e rritur në një Shqipëri tjetër, shumë ndryshe nga kjo e sotmja, me një metamorfoz ndryshimi të shpejt, sa të mbërthyer nga lufta, sa të kushtëzuar nga humbja e kryefamiljarit të shtëpisë, e sa nga mirëgimi nga një qytet në tjetrin. Ishte kjo një panoramë e fëmijërisë së Dhurata Karkinit. Në Kavaj e njohin të gjithë si mësuesen e ëmbël të gjuhës ruse, por pak e din të plot historinë e saj jetësore. Siç e përmendëm më sipër, Jati do i ndërronte jetë kur ajo ishte vetëm 2 vjeçe, dhe vogëlin do e kalonte tek gjyshja në Elbasan, e prej andejmi do vendosej në Tiranë, ku do jetonte goxha vite. Shkollimin dhe aftësimin e vetvetes do e kishte parësor, ndaj ndoqi tërzellë të gjitha ciklet, për të arritur në formimin e një dhuruese e dijesh, aftësi që e përsosi me vitet dhe ja shpërndau me tepric të gjithë atyre që kishin mundësinë të merrnin mësime prej saj. Mbërritja ime ka qenë e vështirë, se ka qenë fëmijë i lufte. Unë isha pa moshë 2 vjeç, unë më vdi babai dhe kalova fëmijërinë e hershme në Elbasan tek Lyshja. Si fëmijë i lufte, kam shkuar sa në eksterja, sa në fshat, sa në qytet, si të vjetë brezi janë. Pastaj më vonë, u transferova në Tiranë, dhe gjithë shkollën time e kam kryer në bursë shteti. Ne ishim fëmijë ushtrunda, dhe u litëm shpinja të misë. Unë e vlaj një hytë, vlaj ma shkollën në sekondare. Kështu që u litëm veçantë, nuk kemi fëmijë familjare. Kjo është e hershmja. Pastaj në për shkolla, mbanova 7 vjeçaren, Masi mbanova 7 vjeçaren dhe me nandane për shkollat të ndryshme, mua më ratë shkoja në shkollën pedagogike. Nuk ishte zgjedhje me dëshirë, por ishte me caktim. Të gjithë nga caktuar në shkollat të ndryshme si ishte plane. Shkollën pedagogike kam 4 vjet, pastaj që aty në universitet 4 vjet. Mbanova universitetin në 59. Dhe kur mbanova universitetin 3 muaj për gjuhën e si ruse, më çunë në bashkëmesë e që ishte atëherë në Leningrad, për të përfituar në gjuhën komunikuese, sepse është ndryshe të mësosh gjuhën e huaj vetëm me shkollë, e vetëm me libra, ndryshe të komunikosh. Pastaj kur u ktheva, më e mbërnum në Kavaj. Nuk do e kishte menduar që një vajzë si ajo, emancipuar për kohën dhe rritur në një kontekst tjetër si ajo e Tiranës atyre viteve, do e mërohej mësuese në Kavajën pak të zhvilluar. Pranon që nuk e priti mirë këtë vendim. Kishte vështirësi të përshtatej në fillim, por shpejt, qyteti, njerëzit dhe nxënësit ju kthyen pjesë e pandar e jetës. Si e prite që të mëruan Kavaj? Nuk e prita mirë. Nuk e prita mirë sepse unë isha mësuar me një jetë krejt ndryshe, me një jetë të lirshme, në një familje shumë liberale. Vllai i madh Petrit Murzaku ka qenë sportist. Ishte mbaroi shkollën dhe ai në Bashkimin Sovjetik dhe kur u kthy, atje ishte aktivizuar si sportist dhe shkoi u emëru në klubin Partizani, sa po ishte formuar. Ai pastaj mua më futi në sportit, detyrimisht se s'kishte nga të mbante.
në atë kohë, në vitet 52-53, Partizani s'kishte femra me përfaqësim. Dhe më futi, unë isha në shkollë pedagogike, edhe bisedoj me mësuesin e tonë. Në atë kohë ishte një periudhë që jo sporti, po aktivitetet sportive, masive, ishin shumë të zhvilluar. Bëheshin kampionatet shkollave të vjeçare, të shkollave të mesme. Dhe ne si shkollë mesme në Tiranë ishin nga më të mira, edhe i folim me mësuesin e fiskulturës. Dua disa vajza, sepse kam shumë nevojë, më kanë thënë që nuk mund të përfaqësohet Partizani, po nuk pati edhe skuadër femrash. Ky s'kishte nga Rjembanëse, edhe aty folim me dhe na morën 3 vajza. Aty sportistët e ndryshëm të Partizanit, ka qenë Kamertano, Pruri Lotrun, një ushtar tjetër Pruri Kushërirën e vetë, u plotsu një skuadër basketbollit dhe volejbollit. Por nuk zgjati shumë, se si të qofë ishin pa përgatitur, ishin pa të shpërndar që nuk bënin as të viti as të gjë, por që ne na hyri ajo dëshira për të luajtur. Më vonë, në universitet, gjithashtu më pëlqente që të aktivizohesha. Në 57-ën, në kriju universiteti dhe në kriju klubi sportiv studenti. Aty unë jam aktivizuar në shumë dek. Në alpinizëm, volejbol, basketbol. Që që kur erdhëm në Kavaj kisha shumë vështirë. Një vend fanatik, unë s'kisha parë një herë Grane Ferexhe, si kishte këtu. Një vend që hapnin syt kur ke shkolla 24 maj, ishte obori shkollës, edhe luanin në këto çune volejbol, basketbol në një diçka tjetër dhe unë futesha me to. Mblidheshin si kur shifshin cirk. Më ka bërë shumë përshtypje dhe e kam vujt e para shpirtërisht. Pastaj nuk më bërë dhe përshtypje sepse erdhën dhe mësues të tjerë nga Durrësi, unë isha vetëm ja femër aty. Në këshilli pedagogik 6 veta ishim. Më dhanin këto shokët e mi afër, 2 prej tyre kishin mbaruar me mua ato puna të vitë dhe njiheshin. Edhe shkëlqenin e njihja nga fakulteti dhe një djalë tjetër, mësues tjetër e njihja sepse kishte qenë shkollë mesme pedagogike me mua. Por më vonë unë prita mirë, shumë mirë nga banorët e Kavajës, nga prindërit e mësues e nxënësve. E mbani mend shkëlqenin? Jetën e të cilit e prezantuam disa javë më parë. Durata është e shoqa. Të dy janë njohur gjatë jetës akademike në kryeqytet, ndërsa me emërimin në të njëjtën shkollë do afroheshin më tepër. Kështu ndodhi dhe lidhja e tyre, ashtu si pa kuptuar, por që sot janë bashkë të bërgjyshër, fryti i dashurisë së tyre, nga e cila lindën 2 djem. A e mendoje që do dashurohesh me Shkëlqenin? Jo. E kisha shok. Njiheshin që në universitet. Pastaj edhe këtu, unë me këta rria, me këto të këshillit pedagogjik, se s'kisha në një shtëpi private, vitin e parë, që hyra, që erdha në Kavaj, ishte një familje, një grua e vetme, dhe s'kisha tjetër njëri. Kështu që ne, edhe drekën për shembull, mos kisha kujt gatuja. Edhe hanin në restorant, edhe ishin të gjithë ato, ishin në jabanxhik, si e thoshin këtu të huj. Hanin buk në restorant dhe unë shkoja haja me ato, më thënë misha gjatë gjithë kohës, dhe edhe mas vite, atëhere kishin jo aktivitet se sa të tyrim, që të paraqiteshin në shkollë dhe të ndihmonin nxënësit e dobët. Kështu që mbledh mas vite isha në shkollë. Vonë.
kur unë mas 3 vjetësh u largova nga Kavaja, sepse më paralizu mama, edhe s'kishte njëri tjetër. U detyrova e vraktisa ata punën e vraktisa. Dhe shkova në Tiranë, që i punoja, që rria me nanën e ndihmoja. Ka bërë shumë Vllajin Petriti me mjekun e klubit Partizani dhe unë, që vetëm me ato stëvitje fizike e kemi vetë në më kënë. E merrim në krah, me nejshim pallatin e Shalvareve dhe shkonim deri te Kliqeni, ja lëvizim këmbën me duart tona derisa të bëm më shumë. Atëherë, një nga këto të komitetet ekzekutiv të Durrësit që ishte transferuar në Tiranë, më ndihmoi shumë që të punoja në mjetet mësimore. Dhe kur unë largova nga Kavaja, atëherë u afru shpërzimi me mua që vinte për mbledhje. Në Tiranë, atëherë shkolla e jonë ishte shkollë eksperimentale. Dhe ato jepnin llogari për çdo muaj ose për çdo dinar, vini nga 5 shkolla eksperimentale të ishin, vini dhe raportonin në Ministrinë e Arsimit, kështu që ne takoheshim gjithnjë me shkëlqimin. Dhe mbas 6 vjetësh jemi këtu. Sistemi dikurshëm arsimor ka qenë ndryshe. Mësueset dilnin në pension në një moshë të re. Ky fenomen e ka munduar shumë mësuese dhuratën, pasi prej 38 vitesh, qëndron larg klasave dhe asaj që di të bëj më mirë, të dhuroj dije. Me përfundimin e procesit mësimor, ndërpreu kontaktet me koleget që vinin nga qytetet të tjera, kurse kohën e mbushte, nga dashuria ish nxënësve dhe prindërve të tyre, që të respekt e kujtojnë dhe ftojnë shpesh për të konsumuar një bisedë së bashku. Si se në përgjithësi unë kam qenë shumë e afërt me nxënësit. Ndoshta në mënyra e jetesës time gjithnjë në kolektiv që fëmijë. Dhe i mbaja, më shumë si shoqe, sidomos studenti klasat më të vështira me linte mua. Sepse nuk i pranonin nxënësit e fshatit, për shembull. Në klasa që kishin shumë nxënës fshati, mirë të nuk se lëpojshin të tjerët. Megjithatë, unë në përgjithësi me të gjithë grupet e mia, sepse gjuha vuajnë ndahej klasa në 2 pjesë. Një pjesë gjysma bënte arabisht, gjysma bënte rusisht. Edhe me të gjithë nxënësit e mi, unë afrohesha me aktivitetin basdite. Isha afru shumë me mësuesën e fizkulturës, ngritëm skuadrat e voleybollit, të basketbollit të shkollës. Dhe isha më e afërt me vajzat. Dhe klasat e mia shumica ishin të gjitha vajza. Lidhnim basdite, për ditëlindje, shkonim në ekskursion për shembull në Durrës. Por në Breslën se ishin edhe për nxënësit, edhe për mua ekskursionet ndajës. Ishin të përvitshme, me zhije për ishte nxënësit që të vinte vita të shkonim si vitet e treta e të katërta. Vetëm nuk të merrnin vitet e para dyta dhe dilim në studio, me matin, pasaj në kamp, që shkonim në daj. Ato ishin kultime shumë të bukura. Duke u njohur shumë me prindërit e fëmijëve, ato ndaloshin në rrugë, nuk kishin nevojë bëjnë atë ndaloshin në rrugë, pyesnin për nxënësit, për ato dhe më afruan për gjithçka. Dhe nuk e kam pishman. Edhe sot e kësaj dite më kam një kënaqësi të madhe që po të dal, kam vujt fizikisht shumë sumbje. Dhe dalë rallë. Dhe ku dalë dhe një kapin për qafë nga mbrapa. Si prindërit e atëshëm, ashtu dhe nxënësit tonë. Ajo është kënaqësia. Po pas pensionimit, me çfarë u morës për dorën pension? Këtë e kam vujt.
Mi thonë 38 vjetë, në pension kam. Këtë e kam ujtë shumë. Më duke vetja i braktisut, sidomos në basë demokracisë, që të gjithë këshillë pedagogik, që shumica nuk ishin kavajas, vjen nga Durrësi, nga qytetet të tjera. Ato një të gjithë me për shtëpiat e veta. Kam pas shoqe që kanë qenë këtu, kinderun me këthush, Karolina Kokolari, këto Terezina Levi, që ishin këto. Ikën të gjithë ngella vetëm. Edhe kam ujtë. Në mënyrë absolute nuk kam asë vetëm një shoqe që më mbeti dhe ajo usnu, nuk kam që të komunikoja. Por, kam fatin e mirë që ishën zënëset. Vinë edhe më marrin për kafe, për marrin gjerin të shetisi, kur isha mirë. Kjo është po që të rishë 38 vjetë, me në 4 mure. Fatkeqësia jonë që u hapën në rrugët dhe të 2 djemë të ikën në Itali. 18 vjetë që Kulandi, 18 vjetë që Kudeli Samarore Selili, iku në universitet. Kur ndodhi demokracia, li ishte nga të parë që iku në Itali. Vujta vetëm, kemi qitu më të i për vetëm me shkëllëzerin këto vitet e fundet. Me kalimin e viteve, mësuese Dhurata do formosonte pasione të reja, që kushtëzuan nga vrulli teknologjik. Leximin, dashurinë e vjetër, nisi të aplikonte më shpesh, ndërsa emisionet televizive nga mediat vendase ndërkombëtare u bën pjesë integrale e saja. Padyshim, nuk mund të rrim pa përmendur ku tu shkëlzenin, ku të dy së bashku kalojnë pjesën më të madhe të ditës. Vitet e para unë lexoja shumë. Edhe ana fizike, më thënë që nuk më lejon të heqja ose kështu, por me kalimin e kohës musha do me drejtën, nuk mund të shana. Lexoj gazetën për ditë, ndjek televizorin shumë, të gjitha aktivitetet sportive, shoh të gjitha garat edhe të Italia, edhe të Shqipëria, përveç futbollit, të gjitha sportet. Të gjitha organizimet atletik, notë, volejbol, basketbol, të gjitha, arri me orë të tana deri në 12 edhe e shoh, jepem shumë pas televizorit. Por, sepse më mungon leximi. Pastaj është puna shtëpisë, dhe shikoni kjo është shtëpi e madhe me 5 hyrje. Ishte të gjitha nga këntimi sa do të më ndihmon të shkëlqeni prapë se ka. Gruaja ka shumë punë në shtëpi. Por, kur më kthyn djemtë nga Italia, e kisha një qik më të lehtë, sepse shkoja tek ata në Tiranë, se vinin ata më mbushin shtëpi, kur vin nipi, ai një kanë dheta që këtu. Por, duket se ku gjithë shtëpia u shtinë. Një jetë aktive, me shumë sport dhe duke ndjekur një dietë strikte ushqimore, janë ato faktorët sipas mësuesit Dhuratës që kanë ndikuar në jetën e saj të gjatë. Kjo ju konfirmua edhe nga mjekët, kur mësuesja e dashur për komunitetin Kavajas do përballej me një sëmundje që do ja vështirësonte lëvizjen. Megjithatë, tregon se ndihet mirë me shëndet dhe aftë të plotësoj me përkushtim nevojat vetjake e të shoqit, që thuajse është në të njëjtën moshë me të. Sekreti është një heri e rinis që kam kalu një rinis shumë sportive. Me heqen, unë edhe kam pas shumë probleme shëndetësore dhe kam pas shumë vullnet që të punoj me trupin tim. Dhe kjo është gjema dhe mjekët sot e kësaj dite më thonë që në këtë moshë që jam të bësh këto lëvizje. Por, në Italinë e kemi dhejtë shumë vite dhe unë gani për 20 vjetë, çdo vit, 3 herë në vit, bëja
si thush terapi fizike dhe terapi mjekësore. Më kanë ndihmu shumë muati. Më rekomandoni mjekët të rrezikuvesha për paralizë të njerëz tonë, edhe më thonin që duhet të shkëtish në ujë. Gjithë në ujë të verës, ne kishim avonu një taksi, shkonim në shtatë taj qerek në pushat të mutave, edhe në qerek, edhe hyja në natë bëja gati më shumë se gjysmë ore pa me prege. Bëja pushim, hyja dhe një qerekoni dhe pasaj në ora 10 në ktheheshin në shtëpi. Këtë e kam bërë çdo vit dhe kjo kam bërë më shumë. Plus asaj edhe në shtëpi, mbas operacioneve, bëjë të gjitha ushtrimet që bëja një tani, më bënin një këtë dhe ja dhe gjithë këti vullneti tim për lëvizje fizike. Në një atmosferë të mbushur me zhurmën e konkurrencës, mësuese Dhurata ka hedhur dritë mbi një realitet shqetësues. Të rinjtë e sotëm, të mbyllur në botën e përpjekjeve për t'u dalluar, po harrojnë artin e miqësisë. Në fjalët e saj, miqësia e sinqertë, ajo që lulëzon përmes besimit dhe mbështetjes së ndërsjellët, është bërë një kujtim i largët. Ajo tregon se ndërsa të rinj ngjiten për të arritur majat e suksesit, shpesh harrojnë se lidhjet e vërteta janë ato që mbajnë gjithçka të qëndrueshme. Kam shumë këshilla mbi të gjitha, të rinjtë e sotëm janë shumë të nuk kanë miqësi, nuk janë miqësor. Atëherë unë edhe këndson fitim edhe vetë, unë maja vetën sigurisht amëzonse me ato. Nuk sikur kanë konkurrencë me njëri tjetrin dhe jo miqësi për të afruar njëri tjetrin. E kjo është gjë e madhe. Mbi të gjitha nuk duan të studiojnë dhe nuk duan të punojnë. E duan gjithçka të gatshme, gjithçka e shohin aty, nuk lexojnë. Këtë sa herë që qëlloj me nëna të ndryshme që bisedojnë për fëmijët, edhe në thonë nuk lexojnë fare. E është. Sa do të këshillosh, sa do të flasish me fjalë të njëjit ose të tjetrit, nuk është po s'ke përmidi që ta deteroj. Jo ta deteroj, po t'ja vëjtë të shtirë. Mos a ne qofi televizor, po të japim një libër të mirë. Mësuese Dhurata është një pasqyrë e një jete të ndërtuar me vështirësi, por edhe me shumë përkushtim dhe dashuri për të tjerët. Ajo ka kaluar në periudha të ndryshme të shoqërisë, duke përshtatur me ndryshimet e shpejta, por asnjëherë nuk ka humbur pasionin për mësimdhënien dhe për miqësitë e sinqerta. Sot pavarësisht sfidave që ka kaluar, ajo vazhdon të mbetet një figurë e dashur për komunitetin, një mësuese përkushtuar, që ka arritur të japë më shumë se mësime, ka ndihmuar në formimin e karaktereve, duke krijuar lidhje që mbjetojnë kohës. Në një botë ku gjithçka po ndryshon me shpejtësi, mësuese Dhurata është një kujtesë se vlerat e miqësisë, përkushtimit dhe dashurisë janë ato që mbeten të qëndrueshme dhe na udhëhoqën përmes jetës.